Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mund të nisin një garë të pakufizuar armësh bërthamore për herë të parë që nga lufta e ftohtë, përveç nëse arrin një marrëveshje të minutës së fundit, përpara se traktati i tyre i fundit i kontrollit të armëve të skadojë në më pak se një javë. Traktati New Start do të përfundojë më 5 shkurt. Pa të nuk do të ketë më kufizime në arsenalet bërthamore me rrezet i gjatë veprimi, për herë të parë që kur Richard Nixon dhe udhëheqësi sovjetik Leonid Brezhnev nënshkruan 2 marrëveshje historike në 1972 në udhëtimin e parë të një presidenti amerikan në Moskë. Presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar që të dyja palët duhet i përmbahen kufizimeve ekzistuese të raketave dhe kokave bërthamore për një vit tjetër për të fituar kohë për të përcaktuar se çfarë do të ndodhë më pas. Por presidenti amerikan Donald Trump ende nuk është përgjigjur zyrtarisht. Trump tha këtë muaj, nëse skadon. Traktati duhet të zëvendësohet me një më të mirë. Disa politikanë amerikanë argumentojnë se Trump duhet ta refuzojë ofertën e Putinit, duke i dhënë Washingtonit liri që të rrisë scenarin e tij për t'u kundërvënë një ngritjeje të shpejtë bërthamore nga një fuqi e tretë, Kina. Trump thotë se dëshiron të ndjekë denuklearizimin si me Rusinë ashtu edhe me Kinën, por Pekini thotë se është e parësyeshme të pritet që ai të bashkohet me bisedimet për qarmatim me 2 vende, arsenalet e të cilëve janë ende shumë më të mëdha se të vetat. Që nga ditët më të errta të luftës së ftohtë kur Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik kërcënuan njëri tjetrin me shkatrim të garantuar reciprok në rast të një lufte bërthamore, të dyja vendet i kanë parë traktatet e kufizimit të armëve si një mënyrë për të parandaluar ose një keq kuptim të kjeprurës ose një garë armatimesh ekonomikisht shkatruese.